Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Xhibani kërcënohet hashpër pasi i doli në mbrojtje i Gjestit. Në një reagim të bërë në rrjetet sociale, Xhibani ka deklaruar se ka nisur ta kërcënojnë pasi i doli në krah Gjestit dhe dënoi aktin e dhunës nga Josefin Marku. Ai shprehet, kanë filluar kërcënimet e para nga njerëz që asociohen me Jozin, siç thonë. Gjithë ju që kërcënoni, jetën e jap dhe terrori nuk e pranoj. Jetën e jap, hajdeni këtu. Po mendimin tim do ta them gjithmonë për herë. Kjo që ka bërë është e papranueshme. Jam kundër, nuk do ta bëja kurrë. Distancohem nga ajo gjë 1000%, as nuk dua fare të kem lidhje me një njeri që sillet ashtu. Ishte pabesi. E dyta, ju fansat e mi, më thoni që ti e ke godit. Unë nuk e kam godit me gjithë forcën time. Më ka prek, më ka ofendu, e kam shtyr, por jo me gjithë forcën time. Nëse jeni mbështetësit e mi për këtë fakt, nëse jeni fansat e mi veç për atë gjë që kam bërë me Gjestin, ikni. Se nuk jeni fansat e mi, as nuk dua t'ju kem. Shprehet Xhibani i indinjuar.